Prindi shqiptar të rrit, kur të rrit të merr frymën, tu ta kujtu për ditë, prandaj të bona, të më mbash, thot. Atëherë, duhet ta dish që ne nuk ja shlyejm dot atë çfarë kanë bërë prindrit tanë për ne. Çfarë do të përpiqesh ti, nënës tënde, babait tënd, nuk ja shlyen dot. Njëherë një burr merr nënën e tij në krah, duke bërë tavaf rreth Qabes. Madje përmendet se ky njeri ishte nga Khorasani. Pra rrugë tepër e gjatë. Shkon dhe e mbante nënën e tij në shpinë, duke bërë tavaf rreth Qabes. E shikon këtë njeri Ibn Umeri, Abdullah Ibn Umer ka qenë një prej shokëve të profetit alayhis salam. Edhe e pyet këtë person. Pra nëna e këtij personit ishte e moshuar. E pyet, i thot, kush është kjo? Thot, është nëna ime. E pyet pra nga je, i tregon që rrugë largët. Edhe ja kthen ky burr. I thot, a e kam shly, thot, detyrimin tim ndaj saj, pra gjithë këtë lodhje, gjithë këtë mund, siç kuptohet. Ibn Umeri i thot, as edhe një dhimbje prej dhimbjeve të lindjes. Pra nëna ka bërë shumë për ty, për mua dhe për gjithë. Prandaj, le të mundohemi t'i respektojmë, le të mundohemi t'i duam, le të mundohemi të tregohemi korrekt me ta. Zoti i gjithësisë, pasi na urdhëron në Kur'an me e adhuru atë, na urdhëron me u sjell mirë me prindrit. Dhe nuk duhet parë prindi asnjëherë, pra sikur ai do të përfitoj prej teje. Unë dhe ti kemi përfituar prej tyre. Ata na kanë rrit, ata na kanë eduku, ata janë kujdes për ne. Kështu që çfarë do lloj gjëje të bësh ti për ta, nuk ja shlyen dot. Prandaj le të përpiqemi të synojmë, pra me respektimin e tyre, të mundohemi t'i kënaqim ata, se kënaqësia e Zotit është në kënaqësinë e prindërve. Hidhrimi i të madhit Zot është në hidhrimin e prindërve. Allahu na boft prej atyre që i respektojnë prindrit. Amin.